Këshilli i Qarkut Shkodër zhvilloi mbledhjen e rrallës ku shqyrtuan dhe u miratuan unanimisht të gjitha pikat e rendit të ditës. Mbledhja u fokusua kryesisht në çështje që lidhen me financat, investimet dhe politikat sociale në nivel qarku. Këshilltarët miratuan financimet nga Fondi Social për vitin 2027 si dhe ndryshime në buxhetin e këtij viti. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte edhe miratimi i transferimit të kapitalit për disa investime të përfunduara, si ndërtimi i yjellësit në Muriçan dhe rikonstruksioni i qendrës shëndetësore në Stajk, që i kalojnë dy bashkive, asaj të Shkodrës dhe Vaut të Dejës. Për miratimin e kërkesave për financim nga Fondi Social, për ngritjen apo vazhdimsinë e shërbimeve të ofruara me marrëveshje bashkëpunimi me organizata jo fitimprurëse për Këshillin e Qarkut Shkodër për vitin 2027. Përshtes planin e buxhetin e Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026 në kuadër të Fondit Social. Për disa ndryshime në venimin e Këshillit Qarkut Shkodër numër 26, datë 23/12/2025 për miratimin e strukturës organizative, kategoritë, klasat, për çdo pozicion, paga dhe numrin e punojësve të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të nëpunësve civil e të punojësve administrativ të zgjedhur e të emëruar të Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026. Struktura organizative e dëmt për vitin 2026, si dhe miratimin e shpërblimit mujor të anëtarëve të kryesisë së Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026. Mbi miratimin e transferimit kapital të objekteve të investimeve të përfunduara, ndërtimi i yjellësit në fshatin Moriçan, Bashkia Shkodër dhe rekonstruksioni i godinës së qendrës shëndetësore Stajk, Bashkia Vaut të Dejës. Nga Këshilli i Qarkut Shkodër në Bashkinë Vaut të Dejës dhe në Bashkinë e Shkodrës. Mbi disa ndryshime në venimin e Këshillit Qarkut numër 27, datë 23/12/2025, mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2026 dhe projekt buxhetit përfundimtar 2026-2028. Për miratimin e raportit të monitorimit zbatimit të buxhetit të vitit 2025 të Këshillit të Qarkut Shkodër, për vendim numër 7 mbi miratimin e raportit vlerësime dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave dhe tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 në nivel programi. Në mbledhje u miratuan gjithashtu raportet e monitorimit buxhetit 2025 dhe parashikimet afatmesme për periudhën 2027-2029. Me votim të fshehtë u miratua dhe lista me propozime për dhënien e statusit dëshmori dheut. Në këtë mbledhje të rrallës u bë dhe votimi i antarit të ri të Këshillit të Qarkut të Shkodrës, Xhek Sokolit, pas vakancës së krijuar me dorëheqjen e Blediana Osjes.